jush, para të gjithë shqiptarve, para komunitetit ndërkombëtar dhe mbar botës, se gjykata kushtetuese e Shqipërisë është strofulla e fundit e hajdutëve tuaj. Në një akt ekstrem vetëposhtrimi, ata të cilët kushtetuta i përcakton si garant të saj dhe i ka vendosur në pjedestalin më të lartë të piramidës pushtetit gjyqësor, ata po faktojnë para syve tuaj se janë strofulla e fundit e hajdutëve të narkoshtetit. Ata zotëri dhe zonja natyrisht jo të gjithë, se këtu nuk mund të mos vlerësoj qëndrime korrekte të ndonjërit prej tyre, dëshmojnë se janë të gatshëm jo të mbrojnë ligjin, kushtetutën dhe interesat tuaja, por të shkelmojnë mbi ligjin, kushtetutën dhe dignitetin moralin e vetë.